ti thua një front kryesor 1000 kilometra plus, 100 miliarda dollar. Tash unë mendoj që fronti është më gjatë, po varet se si e masi. Por e kemi marrë vetëm si referencë që sigurisht ta diskutojmë. Ki parasysh që edhe sikur të jetë 1000 kilometra, do të thotë që fronti është i gjatë, tregon ato që them. Unë mendoj që është më gjatë. Po edhe sikur të jetë 1000 kilometra, 1000 kilometra plus e ke vënë me drejt. Është nga këtu në Austri me nëtë. Ece, nuk mbaron. Pra kaq i gjatë është. Me drejt ti thua Iran, Izrael, Gjiri Persik, Hormuz, Liban, goditje globale e tjera. Jo, duhet ta zgjerosh. Janë gjithë vendet arabe, është edhe Jemeni, pra është dhe Detikuq. Trump lavdroi Emiratet dhe aeroplanët e ushtrisë së Emirateve, të cilat kishin bombarduar faqe në Iran. Ky është problemi, që kriza ekonomike që ka kapluar Emiratet nuk përfundon vetëm me lavdrimin e Trumpit. Sepse Trumpi u detyru të japi fund luftës me Iranin, sepse po të kolapsonin ekonomikisht fuqitë arabe, kush do ta blinte borxhin e jashtëm të SBA-s? Izraeli? Izraeli merr ndihmë nga SBA-t. Pra ky është problemi. Kjo është arsyeja pse Egjipti nuk donte të përfshihet në këtë konflikt, sepse Egjipti kishte shumë frikë këtë konflikt dhe anën ekonomike të këtij konflikti. Dhe kjo është arsyeja pse presidenti i Amerikës me shumë kënaqësi, me shumë buzëqeshje pranoi dhuratën e emirit Katarit, një avion $1 miliard. Tash e kishte futur në shërbim. Po të ka shku ndonjëherë mendja aty që do vinte dita që Katari i vogël do të jepte avionin shtetëror Amerikës madhe që është një kontinent, që është fuqia kryesore. Pak vite më parë ishte pa imagjinueshme. E megjithatë ndodhi, ke publike. Pra, këto janë ndryshimet. Flasim për fakte diçka. Po këto janë faktet sepse faktet varen nga ekonomia, nga çmimi i naftës, çmimi i gazit dhe të tjerë. Pra, SBA-ja se ka zgjedhjet në nëntor, në mënyrë që të mos pësoj atë disfat që pësoj qeveria Biden nga lufta në Ukrainë, se lufta Ukrainë ka bërë shumë qeveri viktima, përfshi dhe qeverin Biden, përfshi dhe këtë qeverin Starmer, se kjo është qeveria 6 që bie në Britani nga koha e luftës, nga 2022, SBA-ja e kuptoi shumë mirë mesazhin që duhet të jepte fund luftës në Gjirin Persik, sepse lufta në Gjirin Persik ka efekte globale dhe këto dy luftra de facto janë të vendosura. Shiko Mehmet, nëse ti vendos hartën aty, një hartë që na kap nga Ukraina shkon deri poshtë tek Irani, duhet në Gjirin Persik tek Izraeli duhet të tregoj një linjë shumë interesante për të kuptuar sa interesante.